qenë frekuenca në kohën e komunizmit? Ka qenë triferi me ullje me ngritje, me çmenduri me pikjat, binte poshtë, ngrije lartë, ndalonte në ajër. Ndalonte buzëqeshja në ajër, kupton se çfarë është? Kur dilte një ish kolegu im, nga dritarja, dhe shifte të vetmin autobus që do vinte nga lartë, e të shikonte se edhe ai tip spion ishte. Hynte, dilte, regjistronte me vëmendje njerëzit që hiqin, që sishin, që hipën, ç'a veshën, ç'a bën. Pastaj mos na harrojmë atë është bërë njëri një tmerr gjyq popullor në mes të fshatit, ku njeri shkreti kishte dhe na manere se s'ka sheqer në dyqan ç'a bëhet, një ta kapur një spiun nga ta. Një fshat rreth Rehovës, erdhi e spionoi aty dhe aty i bën një gjyq popullor, jashtëzakonshme, ashtu tmerri vërtet. Dhe futën në burg, Vetëm se tha nuk ka sheqer? Nuk ka sheqer, pra të zot. Po pse mos u çudisni se në atë kohë kemi jetuar gjëra që prandaj e jetoj çdo sekond lirin. Po Enveri, çfarë energjie kishte? Enveri ishte një njeri i pa shkollë, ishte një hipnotizues. Ka patur energji? Si ta them, përderisa mblidhte popullin rreth e qark vetes, pse mos e themi që kishte energji hipnotike, e cila më shumë i ka bërë dëm këtij populli, që i ka vajtur mbrapa, se sa i ka bërë mirë. Pra ti ke qenë e përndjekur, Meri? Jo, nuk kam qenë e përndjekur, nuk mund ta them atë. S'kam pasur në biografi të keqene, po kërkesa për të hyrë në parti 100 herë më është bërë, më ka ardhur në shtëpi, më ka ndajtur një nga këto të komitetit partisë erdhi në shtëpi, edhe ka ndajtur deri në 2 natës për të më mbushur mendjen, më po iki thash po desh dhe merrni vllajin tim thash. Nëse nuk do të ishe njeri, çfarë do të kishe qenë, Meri? Nëse nuk do isha njeri, po ja që jam njeri, edhe është zgjedhja e vetme. Dakord, po. Po ose do isha një pemë. Një pemë. Që shëtiste, që të kishte krah të fluturonte të eksploronte botën. Një pemë me krah. Pemë me krah, po dhe me rrota shpeshhertese dhe në tokë, se toka është e jona, mos të rish në ajër vetëm. Po, fjala e vetme është, jam e lumtur që jam njeri. Je lumtur që je njeri? Jam shumë e lumtur që jam njeri, që e përshëndes pemën dhe gjithçka, ujin, gjithçka. Gjithçka ka. E besojnë shumë njerëzit teoritë tua të energjisë si mësuese fizike? Çfarë thonë ata, janë skeptik? Ata nuk janë skeptik, sepse në mes të orës së mësimit ata kanë marrë ndjesitë e mia dhe janë updateuar me këtë gjë. Meri, kur u njohe me bashkëshortin tënd? Me Balilin jam njohur në shkollë, punonim të dy. Ai ishte i pasionuar pas letërsisë, kishte më shumë se 10 vite që jepte të drejtën e studimit për letërsi, po nga që ishte me 10 në matematik, fatkeqësisht janë nxirën gjithmonë për matematik. Nuk janë nxirën për letërsi dhe ka filluar studimet shumë vonë për fakultetin për 5 vitesh në Tiranë, ai e ka bërë për rreth 2 deri 3 vjet, me nota të jashtëzakonshme. Dhe Balil Gjini është nga përfizit më të mirë në Shqipëri. Si ishte momenti i parë kur e pe Balilin? Që unë e kisha parë dhe më përpara, sepse kur unë isha 11 vjeç dhe vajta në klasë të 5, pak mua e kisha mësues Balilin. Ai ishte 17 vjeç e gjysëm. Oh, wow. Pastaj çfarë mësuesi? Si 17 vjeç mësues? Po 17-18, po ka qenë sepse atëherë bëi vetëm pedagogjike, bëi shkolla e mesme dhe direkt nga Gjirokastër u emëruan në Rehovë. Çu i binin gjithë mësuesit e Gjirokastës ishin në rrethinat e Peratit, apo në gjithë Shqipërinë. Edhe atje e njoha. Isha fëmijë domethënë ishte nxënësja e tij. Pastaj, mbas një viti, unë nuk qëndrova më në fshat apo në atë shkollë. Si e mbaje ti mend? Dhe ika në Kavaj. Po. Balili është një tip sportiv, i mblidhte nxënësit, jo vetëm që bënte, ka bërë art në arsim. Ka bërë art, është një mësues i jashtëzakonshëm, një metodist. Ti do ta njohësh tani e tutje, sepse jam e bindur. Edhe ka qenë një artist në mësim. Atë që bënte në letërsi dhe mençurinë e matematikës, e fuse në mësim dhe shpesh, nga Berati, vinin shpesh për të marrë përvoja, edhe në vitin 1900, kur ishen 100 vjetori shkollës shqipe, e ftuan në Korçë edhe i dhanë medalje në atë kohë. Edhe pse e kanë përndjekur, e kanë gjykuar, e kanë sepse shka Lasarati është nga Gjirokastra. Pse, çfarë do të thotë kjo? Po çfarë do të thotë kjo, ju e dini shumë mirë. Atëherë po t'ishe nga një fshat i përsekutuar, ti e kishe damkën në kurisë tërë jetën, dhe ai gjatë gjithë kohës me një
trimëri intelektuale ka përballuar gjithçka. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.